Adriati Klapaj është një avokat I cili prej vitesh është angazhuar me shoqërinë civile në shoqata e organizata të ndryshme, si dhe bashkë-organizator në shumë protesta kundër qeverisë e vendimeve të saj arbitrare. Organizimi I këtyre protestave herë madhështore, si duket, e nxitën Lapajn që nga krijimi I një lëvizje të vijonte mëtej me themelimin e një force të re politike që do e quante Shqipëria bëhet. Ky vit zgjedhor do të jetë dhe përballja e parë e tij me qytetarët, teksa prej muajsh vijon fushatën elektorale si brenda, ashtu edhe jashtë vendit. E këtu me të drejtë ngrihet pikpyetje mbi financimin e gjithë kësaj lëvizje. Edhe pse flet për transparencë totale e publike në portalin e Shqipëria bëhet, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, përveç disa donacioneve, të cilat nuk do të dilnin as për shpenzime mujore të aktiviteteve të tij dhe jo vetëm, por tek kjo do të ndalemi herë tjetër. Me një retorik të fortë kundër kasës së vjetër politike më në krye Ramën, Metën, Berishën dhe Bashën, me fjalime populiste për rrogat e ulta e çmimet e larta, me llogari me laps në dorë në studiot televizive, Adriati Klapaj ka arritur të bëjë jo pak njerëz për vete, edhe pse pesha e tij do të matet në zgjedhje. Akuzon Partinë Demokratike, Rilindjen, Partinë e Lirisë, por edhe forcat e tjera të vjetra politike, si parti të lidhura ngushtë me kryetarin, por sërish duket haptas që është në kundërshtim me veten e tij dhe aktivitetin politik të Shqipëria bëhet. Nëse Partia Demokratike është personalizuar me Sali Berishën, Partia e Lirisë me Ilir Metën, edhe pse e provoi Monika Kryemadhi por nuk ja doli, apo dhe forcat e tjera me kryetaret e tyre historik, e njëjta gjë ndodh me Shqipëria bëhet. A mund të më thot dikush se kush tjetër është faktorizuar në këtë forcë të re politike? A njihni ju një tjetër person përveç Adriati Klapajt, që në rast se ky fundit vendos të tërhiqet, ka kush e zëvendëson? Që të mos ndodhë si me Partinë Libra të Ben Blushit apo forcat të tjera që krijohen në prag zgjedhjesh e pas humbjes me dorëheqjen e kryetarit pushon se qeni edhe ajo. Nëse ju keni emra të tillë, qoftë edhe një të spikatur, ju ftoj të na e thoni, pasi mua nuk më rezulton një gjë e tillë. Por teksa akuzon kastën e vjetër politike e kërkon ndëshkimin e saj me votë, e madje pretendon të marrë 71 mandate, pyetja që ngrihet është: me kë do t'i marrë këto mandate Adriati Klapaj? Edhe pse rreth tij, Lapaj ka të rinje të reja të aftë, të gjithë barrën e VIP-llokut e ka marrë përsipër ai. Me këtë zgjedhje kreu I Shqipëria bëhet, po tregon se nuk ka asnjë ndryshim nga kryetarët që ai konsideron si kastë e vjetër e politikës. Po rezulton në rastin më të mirë I paaftë për të promovuar e krijuar lider brenda forcës së tij politike, e në rastin më të keq, një diktator brenda partisë, I cili nuk pranon dot që persona të tjerë të aftë e karizmatik të mund të dalin në publik, pasi mund t'i rrezikojnë karrigen e kryetarit e privilegjet që ajo sjell. Me dëshirën më të mirë për këtë forcë politike, por edhe politikën në tërësi, e modestisht ja vëm këtë problem në dukje Adriati Klapajt. Që të mos jetë edhe ai si një politikan I radhës, nga I cili të zhgënjihen ata që po e shohin atë dhe forcën e tij si një shpresë për të ndëshkuar të vjetrën në politikë.